LDK-ja nuk e ka Albini njetë me thirrë LDK në koalicion. Mos e kuptoni që këtu. Pse e ka thirrë takim? Kjo është pushnim. Pushnim? Tendencë me pushnu partinë tradicionale ta quaj, shtetë krijuese, historike, çka dush quaje, dhe LDK-ja sipas bindjes teme, po jo sipas të Albinit dhe fonsave ti, nuk e meriton që të pushnim. Nuk e meriton me kur gjë. Sepse Albini po të hajde, konsultohemi, ndash votoma qeverinë. Për me dalë nesër, më ju thonë fonsave ti, votuesve ti, e shini që këta janë me distancë, çka, janë me Vučićin. Po qysh më këtë shqiptarët me Vučićin, po ka dole më dhe ti. Ka jo dhe ti. A pike për i qile, a për i Masja. Për një planeti tjetër që halosë zbulua. Kush je ti? Në sens, në fundit. Po pse thiri LDK-n se thiri PDK-n? Po që kjo sheri. Pse se thiri Ramushi? Me paskona e randi kurtuazia, randi kushtetus, konstitucional, jo kushtetus. Shqiptarët lojnë pashi, do të dojmë me thirë partinë e dytë. Mu konsultu baspari me to, sepse ka dhe fuqimat madhe, i ka 24 numra. Por, adim se thirë. Pse? Sepse ky se ka njetë me partitë e mdha me bo koalicion. Ky veç po e uhi në fazën, po munduhet me i poshnu. Po ato që mund të na befasoj të thret Krasniqin pas Shiko nëse ju befason Albini ku mu ju befasu edhe une me diçka të madhe. Nashti hypim, shkojnë me jetu në Mars, me Elon Musk, në atë ekspeditën e ti. Tash, unë po të them, ai mund t'ja bëjnë i ftesë. Po mundet, gjithë shka mundet, po qito se bon. Albini qiton nuk e bon. Prandaj, PDK-ja gjatë këtë procesit, gjatë këtë procesit, prej fushatës, gjatë fushatës elektorale, pas zgjedhjeve, deri me sot, që ka ndodhë nërse nuk garantoj, nuk e di, është partia mas fejeri që ka lujtë në Kosovë. LDK-ja? PDK-ja. A, PDK-ja. Partia ma fejeri që ka lujtë në qitë proces, që po flasë as para, as bëra pa qanë. Po pse mas feri? Do më onë, shumë korekt në raporte me parti tjera, korekt në raport me opozitën, korekt në raport me pushtetin, sepse nuk ju në shohë. Nuk kanë shohë PDK-ja. Absolutisht. Kurse, LDK-ja me VVN ju në gjujtë mas shumëti.